Allahu i lartësuar përmend disa premtime në Kur'an, por i kushtëzon me dëshirën e tij. Zoti i gjatësisë për shembull thot në Kur'an: "Fesawfa yughnikumullahu min fadlihi in sha'a", po deshi Allahu ju bën të pasur me dhuntitë e tij. Për shembull ke lutja e kushtëzon me dëshirën e tij. Pra përgjigjen. Për shembull tek risku, furnizimi, yarzuqu men yasha, furnizon kënd të doj. Ndërsa kur vjen çështja tek falënderimi, pra nëse robi tregohet falënderues, çfarë thot Zoti i gjatësisë? Wala in shakartum la azidannakum. Nëse tregoheni falënderues, do t'u ashtoj, pra do t'ju ashtoj Zoti mirësitë. Prandaj, vllai i nderuar, motër e nderuar, vazhdimisht i falënderues ndaj të Madhit Zot. Zbatoj urdhrat e Allahut të lartësuar. Thuaj Elhamdulillah, falënderimi i takon Allahut.